Postieri ju shkon 3 herë dhe ju shkojnë orare të ndryshme me idenë që nëse nuk të gjej para dite do të gjej 5 dite dhe nëse nuk i gjeni asnjë prej 3 herëve do ju lënë një shënim për të shkuar tek zyra më e afërt të DHL-s për ta tërhequr zarfin vet brenda 3 ditësh ndoshta. Pra sfida e parë është takosh postieri. Sfida e dytë është e more zarfin, e more pakon zgjedhore, e hape, të mos harxhosh shumë kohë për ta plotësuar, sepse zarfet duhet vinë në Shqipëri brenda orës 19 të 11 majit. Çdo zarf që vjen pas këtij orari nuk do të numërohet. E para duhet bësh me kujdes zgjedhjen tënde, të mos prodhosh një flet votimi të pavlefshme. Duhet të kenë kujdes, nuk mund të votojnë një kandidat nga një parti dhe një kandidat nga një parti tjetër. Se kam njerëz që më thonë, po mua më pëlqen Ilir Ali Mehmeti, po nuk duhet votoj PD, do të votoj një parti nga to të reja se më pëlqejnë. Nuk mund ta bësh këtë, si në Shqipëri si jashtë Shqipërisë. Por nëse në Shqipëri mjafton të kesh kujdes vetëm fletën, në diasporë do të kesh kujdes edhe zarfet. Mos bëni asnjë shënim mbi zarfe, futeni zarfet brenda njëra tjetrit sipas udhëzimit dhe duhet telefonojnë kurrierin, sepse nuk postohet zarfi si çdo post tjetër e zakonshme.